محبة والهنا وطني لا تذكر من آنا. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Të besimtar, falënderimi të kanë Allahu subhanahu wa taala. Mëshira Allah qoftë me pejgamberin ton, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij dhe mbi të gjithë muslimanët. Në hadithën e njohur, të cilën e transmetojnë të gjithë transmetuesit e hadithit, dhe është njëri prej 4 haditheve bazë të fesë islame, ose njëri prej 4 haditheve më kryesore të fesë tonë, ose siç ka përmend Ibn Rajab, Allah subhanahu wa taala pas mëshirua, një prej 4 haditheve më përmbledhës dhe më domethënës që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e që të gjithë muslimanët tekstualisht e dinë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Veprat Allah subhanahu wa taala i vlerëson sipas niyeteve, sipas qëllimeve. Innamal a'malu binniyat, veprat Allah subhanahu wa taala i vlerëson sipas niyetit që e ke pas për atë vepër, jo sipas veprës që e ke vepruar. Nuk mundet me thonë dikush unë më fal edhe Allah subhanahu wa taala ka më vlerësuar namazin tem. Jo. Nuk mundet me thonë dikush unë kam agjëruar dhe Allah ka më vlerësuar agjërimin tem. Jo. Ose haxhin, ose zakatin, ose veprat e tjera të mira. Por Allah subhanahu wa taala i vlerëson niyetet e atyre veprave, pastaj vlerësohen veprat. Në atë që është transmetuar sakt nga Ibn Abbas, Allah subhanahu wa taala pas mëshirua në komentin e fjalës se Allah subhanahu wa taala alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa taala është ai i cili e ka krijuar jetën edhe vdekjen. Pra na ka krijuar Allah subhanahu wa taala, na ka bërë të gjallë që jemi tash dhe do të vdesim gjithsesi prej neve. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, na ka krijuar Allah subhanahu wa taala për më na provue se cili prej neve bën më shumë vepra të mira. Ibn Abbasin komentin e kësaj fjale të Allah subhanahu wa taala ka thonë vepra e mirë është vetëm ajo e cila është me niyet të sinqert, me niyet të pastër, vetëm për hir të Allah subhanahu wa taala dhe në praktik është në përputhje sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse e përmendni vetëm çështjen e namazit, kurse rregulli vlen për të gjitha ibadetet e tjera, por ne e përmendni namazin për shkak se besimtarët muslimanët ibadetin më të shpesh që e kanë namazin,
dhe vepra më kryesore që është në Islam, gjithashtu është namazi, dhe ky rregull vlen për të gjitha ibadetet e tjera, kushdo që e fal namazin me nijet të sinqertë vetëm për hir të Allahut. Kjo është kushti i parë. Dhe kjo është kuptimi i hadithit innamal a'malu binniyat. Veprat të Allahu subhanahu wa taala vlerësohen sipas qëllimeve, sipas nijeteve, me çfarë niyeti e ke bërë vepër. Pastaj vepra tjetë sipas praktik, tjetë në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe me thonë namazin, me bë me niyet të sinqert vetëm për hir të Allahu subhanahu wa taala dhe praktikisht me fal namazin ashtu siç e ka fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se kushdo në çështjet kryesore të namazit nuk i përshtatet ose nuk e bën në përputhje me atë që ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka namaz. Ai falet kot edhe nëse niyetin e ka të sinqert, por praktikisht nuk falet sikur u fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, prej kushteve me të cilat është fal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është me marr abdes. Kushdo që falet me niyet të sinqert, por pa abdes, ai s'ka namaz. Ose jënë drejtim të kiblës, nëse ka mundësi me u drejtuar ka kibla, ose në vend se me bën një sejdë, në vend se me bën dy sejdë e bën një ose tri, ose të ngjashme të tjera. Kushdo që në praktik nuk e kryen ibadetin ashtu që ka kryer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ibadeti i tij nuk vlerësohet as nuk pranohet te Allahu subhanahu wa taala. Në hadithin tjetër gjithashtu gjithëpërfshirës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minha fa huwa rad. Kushdo që vepron në fen tonë diçka që unë nuk e kam vepruar, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa huwa rad, ajo refuzohet, kthehet, nuk shkon te Allahu subhanahu wa taala. Pra çështja e parë niyeti, çështja e dytë në përputhje në praktik me atë që ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse për kërë çështja e niyetit? Po shkak se me niyet kanë pas problem edhe njerëzit të cilët kanë jetuar së bashku me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është çështje e vështirë. Ibn Qayyim Allahu subhanahu wa taala pas më shërua. Ka thonë diturin e kam fituar shpejt, por niyetet e sinqerta për vepra që 14 vjet nuk jam të mujt me i bë tamam ç'është duhet. Dituria fitohet, veprat veprohen, nuk është një problem, por përmirësimi, rregullimi i niyetit, kurse niyeti është në zemrat e njerëzve, është prej çështjeve të vështira. E përmend me këtë, do u bazu në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në jetën e atyre të cilët jetonin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Prej kushteve të imanit në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë edhe hijreti. Tash elhamdulillah nuk është më. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në hadithin e saktë, la hijrata ba'da al-fath. Nuk ka më hijret pasi që është çliruar Mekka. Hijret ka qenë shpërngulje e muslimanëve prej Mekë në Medinë. Për shkak se në Mekë nuk mundin me zbatuar fen dhe ishin të penguar nga mushrikët e Mekës, Allahu subhanahu wa taala i pat urdhëruar muslimanët që me u largue prej vendeve të tyre, vendinjeve të tyre, shtëpive të tyre, familjeve të tyre në Mekë, e me shkuar në Medinë me një vend që është i sigurt, edhe në të cilin mund me zbatua, me praktikua fen ashtu sikur që duhet. Dhe prej kësaj kohe, deri në çlirimin e Mekës, hijreti ka qenë kusht i imanit. Kushdo që nuk e ka bën hijretin, nuk ka qenë musliman. Kushdo që nuk ka bën hijret nga Mekka në Medinë, në shariatin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, prej kohës kur urdhërua hijreti deri në shtirimin e Mekës, janë llogarit te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pa besimtar. Dhe për këtë ka dy transmetime të sakta dhe të tjera të shumta që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të vrarit në Bedr, që ishin në radhët e mushrikëve të Uhudit, të Bedrit, e që e kishin pranuar Islamin përpara se me dalë në Bedr, dhe njëhej botërisht që ata kanë pranuar Islamin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka llogarit pa besimtar, mbështetur në fjalën e Allahu subhanahu wa taala, ma lakum fil munafiqina fi'atayn aturiduna an tahtadu man dalla Allah. Çka është çështja me juve? I ne don dy grupe për njerëzit të devijuar.
Për shkak se sahabët, disa prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasi që u krye betejë e Bedrit, i kanë pa disa prej të vrarëve se kanë qenë njerëz të cilët ta e dinin se e kanë pranuar Islamin në Mekë. Edhe thanë, qatelna ikhwanana, i pas me vrarë vllaznitë e tonë. Disa sahabit të tjerë thanë, jo mërë si kemë vllazni këta, këta me pas vllazni që ngon me neve. Si që ngon me këta. Dhe i nda sahabët në 2 grupe. Kur i nda sahabët 2 grupe, disa kanë thonë, këta i kemi pas vllaznit e tonë, disa tjerë kanë thonë, si kemi pas vllazni për shkak se po t'ishin vllaznit e tonë ishin me neve, ka zbrit fjala Allah subhanahu wa taala malekum fil munafiqin fi'atayn. A për munafik ju po përçarën mes vetja? Për munafik i keni bërë 2 grupe, e të ridunën të htedu me ndallë Allah, a do një me uzu me zërë atë që Allah subhanahu wa taala nuk e ka uzu, a do një me llogarit musliman atë që Allah nuk e llogarit musliman. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë, në luftën e Bedrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej atyre të cilët i kishte zonëron ka qenë edhe migja i tij, Abasi, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ditë se ai kishte pranuar Islamin në Mekë, dhe kanë ditë të gjithë sahabët se e kishte pranuar Islamin në Mekë, por që me që ishte në zonë në Bedër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka trajtuar tamam sikur që trajtohen robërit të cilët nuk janë besimtarë. Me të gjitha rregullat, edhe pse ishte migja i tij, edhe pse ai njehej që kishte pranuar Islamin në Mekë. Nga kjo dhe argumente të tjera, komentatorët e Kur'anit kanë thonë se hijreti ka qenë obligim, shtylla e Islamit. Dhe kushdo që nuk ka po këtë obligim, se ka kryer këtë obligim, nuk o llogarit musliman, por disa e kanë kryer këtë obligim me niyetën e sinqertë. Po thotë Allahu më largua prej Mekë, me shkuar në Medinë, për shkak se në Mekë s'po mund me marrë Islamin që duhet, jo për diçka tjetër. Edhe do të shkojmë në Medinë, që ka disa muslimanë që na presin edhe na ndihmojnë. Aty po shkon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po shkojmë edhe na. Atje pastaj me vazhdu jetën. Këto ishin shumica e njerëzve që jetonin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kurse disa të tjerë që jetonin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe ata kanë bërë hijretin, por me niyet jo sikur këta sahabët. Jo sikur këta tjerë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Shkaku që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith është ky person, i cili e kishte pranuar Islamin në Mekë dhe ishte i martuar. Gruaja e tij besimtare dhe ka bërë hijretin. Pastaj ky dashti me shkuar për shkak të saj, jo për shkak të vetit. Ose në një transmetim dëshironte me u martu me të, por ajo i kishte bë kusht. Nëse e bën hijretin vjen në Medinë, unë martona me ty. Nëse s'vjen në Medinë, s'martona me ty. Dhe ky ka bërë hijretin ka shkuar në Medinë. Kjo ka bërë hijretin njëjtë sikur që kanë bërë sahabët, çat udhë ka ecë. Në çat vend ka shku, prej Mekës ka shku në Medinë. Ama hijreti i tij nuk është fi sebilillah, nuk është për rezat Zotit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam than hadith, "Man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Kush e bën hijretin për hir të Allahut dhe me zbatua atë që urdhon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hijreti i tij është te Allahu, ka me gjesh shpërblimin edhe bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Faman kanat hijratuhu lid-dunya. Por kushdo që bën ibadetet me niyet më fitue për kësaj dynjaje diçka. Au imra'atin yatazawwajuha au yankihuha, ose për shkak të ndonjë gruaje për mu martuar me të. Fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi, hijreti i tij na vlerësohet sipas asaj që e ka bërë hijretin. E ke bërë hijretin për mu martu, i martu, çka po lik më. E ke bërë namazin me të pa dikush kanë pas, s'ki shka lik më. Ke dhënë sadaka me thonë hallki se filane po jep, e ke marrë, kanë thonë, çka po lik më. Çdo vepër e cila në njetin e saj, në brendësinë e zemrave të besimtarëve, nuk është e sinqert vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala, nuk pranohet. Ky është ai rreziku për të cilin fliste pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, vepra shpërblehen sipas qëllimit, sipas niyeteve. Atëherë çështja kryesore për neve për gjithë secilin vepër është me pas niyetin e sinqert para se me bëj veprën, para se me bëj ibadetin. Nëse nuk e kem niyetin e sinqert, leje veprën mos e bëj hiç, mos u lodh. Për shkak se ajo është lodhje, veç është kot, kur gjë s'mrin te Allahu subhanahu wa taala me të.
Shikoj njëtin njëre, nëse njëti është në rregull, bën e veprën, nëse njëti nuk është në rregull, mos e bë veprën, hise veç lodhesh badihava. Kjo është çështja e parë. Çështja e dytë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith thotë kjo është jeta e juve dhe kjo janë veprat e juve. Kjo është jeta që na ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe këto janë veprat që i bëjmë na. Prej namazit xhumos, namazeve të tjera, agjërimeve të tjera. Kushdo thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që gjen mirë, ne ta falënderojmë Allahun për shkak se e ka gjetë këtë mirë. Kushdo që gjen të kundërtën, e gjen sherrën, e gjen të keqen, mos ta fajson, kërkon veç vetes vet. Kërkush nuk i ka fajet kur na ndodh në një fatkeqësi, vetëm vetë i kem fajet. Për shkak të lëshimeve, ose për shkak të mos kryes obligimeve, ose për shkak të mos jetëve të mira, ose. Çdo fatkeqësi që na vjen, fe bima kesebet eidikum, thot Allah subhanahu wa taala, është për shkak se vetë me durë të juve e keni punuar çaty punën. Pra çështja e parë me përmirësuar jetën para se me bë veprën. Çështja e dytë, nëse i përmirësojmë jetën, kemi me gjetë hajër te Allahu subhanahu wa taala. Nëse nuk i përmirësojmë ajo që na gjen jo e hajrit, për atë nuk duhet me fajsu kërkon. Në këtë rast nuk duhet me fajsu Allahun, për shkak se njerëzit janë të prirur kur të ndodh diçka e keqe që Allahu s'ka bëni, s'ka bën Allahu kur gjë. Po gjithsecili ja bën vetes vet. Çështja e tretë, njetet për veprat janë në zemër. Në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të gjitha ibadetet, njeti bëhet me zemër, përveç njeti për haxh, për umre dhe për kurban shqiptohet me gjuhë. Për të gjitha ibadetet e tjera nuk ka tekste se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e bën një ibadet e bën njet. E bën njet me bën këtë. Jo, vetëm njeti bëhet në zemër, përveç kurdo që bën haxhin, umrën edhe kur thirret kurbani, bismillah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shifton te mezo, ky kurban është për mua dhe familjen time, ose ky kurban thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është për mua, për ummetin tim, atëherë kur i patprej pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dy kurbana, kur bën te haxh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bën njetin me gojë të përgjigje me Allah, lebejk, Allahumma lebejk, dhe te umra është e njëjta çështje me haxhin, te veprat e tjera njeti është në zemër. Pastaj me që është njeti në zemër, nuk e din kërkush njetin ton, as temin përveç që dim na secili për vete, dhe Allahu subhanahu wa taala i di fshehësit. Kur ne kena problem me i dit njetet e tona bash mirë, s'muna me i vlerësue, shpesh herë e bëjmë ka një gabim përzime edhe njetet e tjerëve, kjo gabim i ronë. Filone ka bëjë që të puna ma nuk kemë, ka me njetin a i bash mirë, ko e di Allah ti që se ka njetin a i të mirë, o ti njetin tonë se të ditë bash tamam, a ki bash mirë asë kije. Çështja e tretë është mos mu përzien në njetet e të tjerëve me gjykuar të tjerët në bazë të asaj që mendojmë na se kanë ata në zemrat e tyre. Shariatin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam njerëzit në veçanti besimtarët gjykohen në bazë të asaj që e shohmin ata, jo në bazë asaj që mendojmë na. Për shkak se fitnë e madhe në mes e muslimanëve ka hije të menue këta për muslimanët e tjerë. Ndoshta ky nuk është i mirë, ndoshta ky është kështu, ndoshta ky është Allah. A ki pati diçka për qisana që po menon? A ke një diçka të saktë për qisana që po menon? A ka diçka në fakt për këtë që po menon ti? Ne i gjykojmë njerëzit sipas asaj që e shohim, jo sipas asaj që mendojmë na se janë ata, as sipas asaj që mendojmë na që kanë zemrat e tyre. Njetet e tyre na nuk i dim. Dhe kjo vlen edhe për ata të cilët janë besimtarë dhe për ata të cilët nuk janë besimtarë. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka gjykuar Abbasin me atë që ka menuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka ditë sa e ka planuar Mekë, por shkak se e ka pa me sytë e vet se ky në Bedër është ka ona Abu Jehli. S'mundesh me gjykuar ti ndryshe asaj që është e dukshme. As aspektin pozitiv, as aspektin negativ. Njerëzit të cilët dëshmojnë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, në gjykimin tonë janë besimtar, nuk humbet besimi i tyre vetëm nëse vihet me argumente të qarta se ka prish fenë e Allahut në këtë çështje ose në atë çështje. Besimtarët të gjithë janë të ndershëm dhe nuk akuzohen për nder vetëm nëse vihet me argumente të qarta se ky ka bërë këtë vepër ose këtë vepër. Besimtarët nuk janë rrenca, nuk janë vjellsa, nuk janë. I kanë të gjitha cilësitë e mira, vetëm nëse shihet ta shiqare se e ka ndryshe, atëherë gjykojmë për shkak se kemi pa, jo për shkak se
kemi mendu. Atëherë përmbledhja e këtij hadithin e 3 pika, edhe pse kuptimi i këtij hadithi normal është shumë i gjon, por 3 pikat kryesore të këtij hadithi, niyetet me u mundu me i përmirësua sa më shumë për ibadetet, veprat me të cilat mendojmë më afru te Allahu subhanahu wa taala. Çështja e dytë, nëse i përmirësojmë niyetet kemi më marr hajr. Nëse si përmirësojmë niyetet kemi më marr sherr, edhe për atë sherr nuk bën me fajsu, kërkon vetëm se vetet tona. Dhe çështja e tretë, në niyetet e të tjerëve kur mos më përzie, për shkak se ne nuk i dim çka kanë zemrat e njerëzve, ato i din Allahu, ne e dim vetëm atë që e shohim. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.